Në New York, Albin Kurti është takuar me kongresmen amerikan dhe ka fluturuar i qetë, ndërsa Edi Rama është bërë si speci kuq, se në vend që të ishte atje, na doli edhe një libër i botuar për një udhëtim në një ishull turistik. Me ca punë. Si mendoni ju të dashur miq, se unë kam vite që kam thënë, Ram, Amerika prangat në zyrë do t'i vëj. Këtu jemi, do të shohim, laku po të mblidhet ja kështu, tak, deri sa shqiptarët të shpëtojnë. Por unë dua që Amerika ato miliardat e vjedhur t'i sekuestroj, dashtë Zoti, dhe t'i bëjnë investime vetë amerikanët, se për shqiptarët ato quhen të zhdukura. Dhe u zhdukshit i juve të gjithë që shkatruat atë vend të bekuar, duke mbjell pyje betoni dhe zbrazur fshatrat, sepse sillni ushqimet e helmuara të Serbisë. Kjo është një dramë që do duhet të mbarojë. Dash Zoti Donald Trumpi me sulmin ndaj Sorosit që ka ushqyer sorrat e politikës tonë, e pastron folën e shqiponjave, të cilat do duhet të rikthehen përsëri aty, në vendin e bekuar, në të madhen dhe të bukurin tonë, Shqipëri.